Eduard Ceta ish voleybollist Elbasanit, sot në drejtimin e skuadrës së Elbasanit në voleyboll për meshkujt. Profesor, sa po mbyll ndeshja Vllaznia Elbasani 3-0 për Vllaznin, çfarë nuk shkoi në këtë ndeshje për ekipin tuaj? Nuk mund të them se nuk shkoi gjë. Ne jemi ekip me djem të ri, cilët luajnë në ekipin tonë, luajnë tek Ujstinjishi. Kemi ekip që mbështetemi shumë tek elemente të ri. Kjo na bën që ne të punojmë me ato elemente që kemi, sepse jemi vetmi në klub që nuk kemi financa të mjaftueshme sa për të hyrë në treg. Dhe këtë vit na kanë ikë 2 lojtarë cilësor, kështu që ne vit për vit ne jemi bë si fidanishte për 10 lojtarë dhe na ikin sepse financat tona janë, mos them për të ardhur keq, po janë shumë pakta për të majti ekip. Edhe kontingjenti i lojtarëve në protokoll nuk ishte mjaftueshëm, u pa në këtë aspekt. Protokolli ishte sepse kemi 2 djemë që janë në shkollë, kanë filluar shkollat mas dite, se po rregullohen. 2 lojtarë kishim dëmtuar, kështu që nuk kemi çfarë bëjmë. Janë neshje kupe, mundohemi të marrim pjesë, por to janë kushtet. Nuk është se ne kemi lojtarë mirë fill profesionistë të gjithë. Jemi hajde të marrim pjesë, prodhojmë lojtarë, pa financa nuk ecet në sport. Thatë për elementin e ri, me bëri përshtypje numri 1, ishte një djalosh me perspektivë, e spikati në skuadrën tuaj. Numri 1 ka rreth 1 vit që merret me sport, në voleyboll, kështu që Si quhet? Andi Hila. 1 vit ka që merret, këtë vit e kemi afruar, ka rreth 3 muaj që bën stërvitje me ne, avash shpresojmë, prodhojmë lojtarë dhe shpresoj t'i mbajmë. Shpresojmë të kemi sa më shumë mbështetje, se me kaq mbështetje nuk e di. Edhe unë kam të vështirë të vi të merrem kaq shumë sepse financat janë shumë pak. Profesor, Elbasani nuk po bën mirë në kampionat, por edhe në kupë, 3 ndeshje, 3 humbje. Ne si kampionat, si në kupë luajmë po me të njëjtat ekipe, 6 kundërshtar kemi, kështu që pothuajse po me të njëjtin ekip, u mundum javën e kaluar të bëshim diçka me Shiagun. Nuk na shkuan gjërat për arsye të ndryshme, një çik arbitrimi, një çik përqendrimi, po shpresojmë jemi gjithmonë me shpresa tek mbështetja, sepse vit për vit ikin nga 2 lojtarë i bie 1/3 e ekipit, kështu që bësh ekip vit për vit me djem të ri është çike vështirë. Ndeshja e ardhme për skuadrën tuaj? Ndeshja e ardhshme presim Tiranën në Elbasan, datë 22. Shpresoni se merrni fitoren e parë? Ne shpresojmë të luajmë, të aktivizojmë sa më shumë lojtarë. Ne nuk pretendojmë për asgjë. Sepse e kemi të vështirë të futemi në treg. Ne nuk marrim dot lojtarët që kemi, jo më të investojmë. Na kanë premtuar, na thon fjalë të mira për të marrë një lojtar, por ende janë fjalë. Profesor, faleminderit, suksese.